Në zemrën e fshatit malor të Vithkuqit, ngjyrat e arta të Vjeshtës u shndërruan të dielën në sfondin e një feste, plot gjallërie e traditë. Banor të zonës, vizitor dhe përfaqësues të institucioneve vendore morën pjesë në festën e Vjeshtës, një aktivitet që synon të promovojë kulturën, kulinarinë dhe trashëgiminë shqiptare. Në qendër të fshatit, muzika dhe vallet tradicionale u ndërthurën me aromën e gatimeve vendase dhe ekspozitave artizanale, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë, mikpritje e bashkëpunimi. Festa, e organizuar nga Njësia Administrative Vithkuq, në bashkëpunim me pleqësinë e fshatit dhe bizneset vendase, vjen si një nismë për të ruajtur identitetin kulturor dhe për të nxitur turizmin në një prej zonave më piktoreske të Korçës. Organizatorët shprehen se kjo festë është kthyer në një ngjarje që bashkon komunitetin dhe promovon vlerat që e bëjnë Vithkuqin të veçantë. Për ta, ruajtja e traditës nuk është vetëm kujtesa e kaluarës, por një mënyrë për ta përcjellë ato te brezat e rinj, përmes gatimeve, produkteve vendase dhe mikpritjes karakteristike. Banorët e fshatit tregojnë se Vithkuqi mbetet një nga vendet më të dashura të Korçës. U bë traditë tashmë që në Vithkuq, në Vjeshtë, festohet festa e Vjeshtës, sepse Vithkuqi është nga vendet më piktoreske të Korçës edhe më gjerë dhe tashmë është bërë traditë. Mblidhemi të gjithë Vithkuqarët, jo vetëm të tillë, por nga gjithë Shqipëria, dashamirës të Vithkuqit dhe promovojmë vlerat e fshatit, historinë e fshatit, gatimet tradicionale të fshatit, bukuritë e fshatit, domethënë në lokalet tona këtu është mishi i shqerës, janë bulmetrat sepse janë kullota natyrore shumë të mira dhe tradicionale të tjera, lakrori me dypet e tjera. Në qendër të festës nuk munguan as vallet popullore dhe kostume tradicionale, të cilat mbahen me krenari nga të rinjtë e zonës. Valltarët shpjegojnë se kostumi i Vithkuqit ka vlera të veçanta historike dhe kulturore dhe përmes këtyre performancave ata ruajnë gjallë trashëgimin që u ka kaluar brez pas brezi. Vallet e vjetra të Vithkuqit, të mësuara dikur nga gjyshrit, sot interpretohen me po të njëjtin pasion nga të rinjtë që e mbajnë gjallë shpirtin e këtij komuniteti. Është tradicional i zonës së Vithkuqit. E ruan familja jote, mamaja, gjyshi? E ruan i gjithë komuniteti këtu. Janë dhurat nga kisha dhe ne e ruajmë traditën dhe vazhdojmë me vallet e Vithkuqit. Një pjesë e rëndësishme e festës ishte edhe kulinaria. Anvisat e zonës prezantuan gatime tradicionale që janë trashëguar ndër vite, nga petullat e zjera e byreku, te lakrori me dy pet që përgatitet në saç dhe lyhet me gjalp pas pjekjes. Për ta, gatimi është pjesë e identitetit vithkuqar, një mënyrë për të ruajtur kujtimet e shtëpisë dhe për t'u mësuar fëmijëve vlerat e traditës. Janë petullat e zjera, që themi petullat e fshira, byreku, lakrori hollë. Byrek, përvëllak që lakror misri, i gatuajnë dhe për familjen dhe për mysafirët. E gatuajnë, se në brumë, hapim petë, një petë hollë sipër, një petë lartë, i edhim gjellën, e luejm, kur e nxjerrim nga sa që e luejm me gjalpë. Festa e Vjeshtës në Vithkuq përmbylli një ditë plot gjallëri, ngjyra e emocion, midis muzikës, valleve dhe aromës së gatimeve tradicionale. Banorët e këtij fshati dëshmuan edhe një herë se traditat nuk janë thjesht kujtime të së kaluarës, por pjesë e përditshme e jetës dhe krenarisë së tyre. Ky aktivitet, tashmë i kthyer në traditë, vazhdon të mbledh çdo vit vithkuqar, vizitor e dashamirës të kulturës shqiptare, duke shndërruar Vithkuqin në një qendër të vogël të turizmit kulturor dhe të trashëgimisë shpirtërore, mes historisë, natyrës dhe mikpritjes. Kjo fest mbetet një shembull i bukur se si dashuria për vendlindjen mund të ruajë gjallë identitetin dhe të frymëzojë brezat e rinj të vazhdojnë traditën me të njëjtin pasion.